Pyetja e radhës që unë e kam përmbledhur me titullin Si të gjej një burr të mirë. Në fakt është një vajzë që ka shkruar përpara disa kohësh, ndoshta edhe një vit, në të cilën kemi shkëmbyer mesazhe. Ajo ndihej shumë e ngarkuar në ankth, e mbyllur në vetvete, kishte humbur, le të themi, dëshirën dhe motivin për të qenë aktive, për të qenë sociale. Ose që me njerëzit të rritë thjesht për të shtyr kohën, gjithashtu me në punë, pra kishte humbur motivin dhe nga komunikimi me të, zbulova që shkaku, e sa arritëm të kuptoj, është që ajo shkuante që bashkëtonte me dikë, pra me një djalë i cili nuk e përkrahte dhe përveç se nuk jepte atë respektin e duhur, nuk ishte edhe i sinqert. Dhe vajza tregon që e kishte zbuluar teksa ai shikonte vajza në rrjetet sociale dhe komunikonte me këto vajza në privat, flirtonte le të themi. Dhe më teja shkruan që rri me të sepse nuk kam me këtë rri, por ai thotë nuk kujdeset as për mua as për prindërit ku kemi probleme dhe ajo kërkon dikë që të jetë i sinqert, që ta vlerësojë, ta dojë për atë që është. E kështu me radhë. Këtu do ndalem në disa pika. Tash do pyetin ngrem në mënyrë që të gjithë të përfitojnë nga urtësia e Perëndis dhe i bëjmë gjërat në rregull, siç pëlqen Zotit. Nëse gjërat i bëjmë në rregull, edhe jeta jonë do marrë bekimet e Perëndis. Nëse nuk i bëjmë në rregull gjërat, atëherë nuk ka se si ne të kemi bekime, sepse kemi zgjedhur të ecim me mendjen tonë dhe jo me vullnetin e Zotit. Dhe së pari, ajo që vlen për të përmendur është që bashkëtesa është mëkat. Pra bashkëtesa nuk është plani i Perëndis për njeriu. Për njeriu. Bashkëtesa deri para 30 vitesh nuk njihej në shoqëri, sidomos në Shqipëri, le të themi. Gjithmonë, po të flasim në kontekstin tonë shqiptar, familjet tona kanë qenë familje që i ruanin vlerat familjare, i ruanin traditat, dhe për së vërtetës traditat që ne kemi trashëguar vijnë të gjitha nga Shkrimi i Shenjtë, vijnë nga Fjala e Zotit, janë tradita të krishtere. Kështu që nëse, si thua, kjo marrëdhënie ka nisur mbrapsht, le të themi, se them mbrapsht, se bashkëtesa është e fundit, dhe duhet ndodhi pas martese. Por nëse ne nisim mbrapsht të fundit e nisim të parën, atëherë si do mund të bëhet? Pra fazat janë pak a shumë këto që njihen dy njerëz, pra e vazhdojnë lidhjen e tyre vetëm për të njohur njëri tjetrin. Pastaj nëse vendosin të rrasin familjet, bëhet fejesa. Gjatë fejesës nuk ka raport intim. Fejesa është thjesht një lloj marrëveshje midis familjeve, sepse do kalojë jeta me këtë njeri. Dhe plani i Perëndis për martesën është që jetë e përjetshme, derisa vdekja të ndajë. Nuk ka në Bibël bashkëtesë, nuk ka divorc. Divorci mund të jetë vetëm për një shkak që është tradhtia bashkëtorë ose kurvëria, siç ne si më ka. Dhe mos na shtahi kjo fjalë sepse është fjalë shqipe, është një fjalorin shqip. Dhe vetëm pas martese, çifti pasaj bashkëton. Muaj mjatit pasaj, kështu me radhë, pasaj një frytet e martesës, fëmijët e me radhë. Tani çfarë bën ligu në mendjen njerëzore? Është që çon njeriu, pra këto frymra të këqija që bëjnë pjesë të njerëz të ndryshëm që shpikin teori kundra Zotit, i mësojnë njerëzve që jo, ti nisë mbrapsht, pra nisë me bashkëtesë, pasaj edhe mund t'i tregosh familjes, edhe jo, pasaj pas jeton sa kohë, pasaj mund t'i njihesh me. Domethënë, e nisë nga zhëja, kaloj te k-ja lea pastaj te a-ja, dhe po që janë me radhë, A, B, C, deri te Z. Pra nëse nuk ecën në planin e Zotit, kjo marrëdhënie nuk ka se si të ketë bekimin e Zotit. Sepse vetë fjala e Zotit thotë shtrati martesor të jetë i papërdyrë. Dhe çfarë ndodh? Niset në bashkëtesë dhe djali vazhdon me të njëjtën mendësi, siç e ka nisur ashtu vazhdon me vajzat e tjera, sepse mëkati pjell mëkatin dhe mëkati vetëm rritet si kanceri. Kështu që në këtë pikë më duhet ta them me dashuri dhe me zemër dhe me ndërgjegjje të pasur para Zotit që është mëkat dhe është gabim, është zitim dhe është
nuk ka se si të mbi, si thuash, lulja këtu, të mbi gjëmbi. Por nëse e ke falur djalin, ke bërë shumë mirë. Pra ta falësh për dobësinë e tij, për mëkatin e tij. Ai dukshëm është i papërgjegjshëm dhe është i papjekur. Përderisa i bën këto veprime, ndërkohë që bashkëton aty me gruan e tij, se në momentin që ndani shtratin, jeni të martuar para Perëndisë. Por nëse keni falur, keni bërë mirë sepse falja është vullneti i Perëndisë. Nëse nuk e keni falur, atëherë duhet ta falni dhe duhet kalojë kjo gjë. Sepse vullneti i Perëndisë është të falni. Bota jeton në mëkat. Këtë thotë fjala e Zotit, dërgjet në mëkat. Por ai që bën vullnetin e Perëndisë jeton për jetë, thotë fjala e Zotit. Dhe mëkati më i madh në kohën që ne jetojmë është pikërisht egoizmi. Ego në fjala greke do thotë unë, ego. Dhe kur njerëzit jetojnë vetëm për veten e tyre, nuk i bëhet vonë fare për tjetrin. Se lëndojnë tjetrin, se tjetrin ndihet keq, se e dhunojnë në këtë mënyrë psikologjike, në gjëra të tjera, nuk i bëhet vonë fare, sepse janë të errur nga fuqia e mëkatit. Pra duhet ta kuptojmë që bota shpirtërore ekziston, dhe këto frymëra demoniake, që ne i zbusim i themi energji negative dhe kaq, ekzistojnë dhe i çojnë njerëzit dhe çiftet në shkatrim si në rastin konkret. Tani, për sa i përket burrave të mirë që ju kërkoni, dikë që t'ju respektojë, t'ju nderojë, ju për atë që jeni. Pra, juve këtu ju duken minimale. Dhe në fakt, shpirti këtë kërkon dhe duken si minimale, por nuk janë minimale, se mos thonë që jetojmë, egoizmi është në maksimum, është i shfrenuar. Ky këshilla që i dha asaj vajze dhe që dua ta ndaj edhe me ju, motra dhe zonja apo vajza që mund të ndihni këtu, është që burra të mirë, çdo të burr i mirë që sakrifikon për gruan e tij, që sakrifikon për familjen e ardhshme, që vë gruan përpara vetes së tij. Burrat të tillë janë burra të perëndishëm. Pra janë burra të përshpirtshëm ose shpirtëror, si thënë. Dhe të tillë burra i gjen vetëm në kishë. Nuk gjen burra të tillë nëpër rrugë apo nëpër lokale apo nëpër rrjetet sociale që njihen me vajzat. Pra nëse do burr të tillë, pra familjar i rregullt që do të respekton për atë që të ndihmon, edhe kur kanë probleme prindrit të gjendet, pra jep jetën e tij, sakrifikon kohën e tij, jetën e tij për ty. Këto janë cilësitë e një burri besimtar të Krishterë. Një burri që do Zotin, ecën me Zotin dhe ka dashurinë pa kushte në zemrën e tij. Kështu që zgjidhjet janë në rastin konkret, ose të vendosni bashkë me djalin që të shkoni në kishë dhe me shpresën se edhe ai mund të ndreqet, mund të pendohet dhe mund të bëhet i krishterë dhe të ndërtojë një familje në themele të sigurta, ose e dyta, nëse nuk jeni më me këtë djalin, që Zoti ta bekojë atë dhe ta çojë në fillim, atëherë mund të shkoni vetë në kishë dhe më tepër se një burr, të kërkoni një burr, të paktën të kërkoni të ndërtoni një marrëdhënie me Zotin, sepse Zoti ekziston dhe ka plan për çdo, për secilin nga ne. Kështu që nëse do fitoni besimin në Zot, pastaj Zoti do ju drejtojë. Dhe kush ka gjetur grua të shkrimin shenjtë, ka marrë një favor nga Zoti. Unë besoj që edhe për gratë është njëjta gjë. Kush ka gjetur një burr të mirë, ka marrë një favor nga Zoti. Pra burrat e mirë sjell vetëm Zoti dhe Zoti ka tufën e tij ka kishën. Për më tepër në këtë temë, ju ftoj të ndiqni videon me titull 5 llojet e burrave që është postuar këtu përpara disa kohësh për të parë diferencat ose më saktë dallimet midis burrave që jetojnë pa Zotin dhe burrit të perëndishëm.